Peshoren jo, Peshoren dhe sot e ka të lëkundur, se kemi njerëz më të rëndësishëm këtu që kanë telefonata për të bërë. Hezë. Edhe sytë e mbyllur nuk i kanë akoma, nuk diskutohet se shofin. Por ama prokuroria duhet fillu nga spagu. Shpatën e ka të vetëm. Dhe kjo është vetëm vullnet i yni. Tani, pse unë them që hyrja në Bashkimin Evropian është shpëtim? Edhe për këtë, për barazim para ligjit. Sepse ja ku jemi sot. Vjen 11 maj, ne i themi shqiptarëve votoni këtu, që shpatën të vazhdoj ta ketë drejtësia dhe mos vita marri pushteti politik prap. Sepse nga ana tjetër, Këneta i thot nëpërmjet bufit dhe gjithë kukumjaçkave, i thot ne në datën 12 do të çlirojmë TikTokun dhe do shkrim spakun. Pra nuk është e garantuar. Shqipëria, nuk janë garantuar shqiptarët që çfarë ndërtohet sot nuk prishet nesër. Se këtu nuk është rasti që Kalaj Rozafës është mit legjendë shqiptare, nuk është legjendë franceze. Ndërtohet ditën dhe prish natën. Ndërtoi Dashsula Shkret gjithat partia atje në Beqin, edhe i shkunja prishën natën. U gdhin mjes, ja kishit marrë partinë. Ja votën partinë natën. Dashsulës. Gjitha jo partia atje, nga ngel të shi. Zdihet kush do t'i haja ato kokra gruni, se Gjeli Dedit meti pa parti. Se unë për veten time Gjeli Dedit kam kompliment, se është në fushë tatë, se tjerët janë në luc. Se mund të fushë qatë dush për ato, po ato që ka i ka. Futja në Bashkimin Evropian e bën të pamundur, komplet pamundur që dali buf Kërnete, apo dali një skifter, apo dali një dhelpër, apo dali një ujk, apo dali një kal kyqe nesër, e të thotë jo se do a kthejmë në mbrapsh. Nuk kthehet më mbrapsh. Atje garantohet që s'ka më, sepse futesh në një familje, bën krushqi me një familje të madhe që nuk të le me lujt më. Nuk të le me si që janë këtu. Familje në Kala që nuk le me lujt, e di e visi. Nuk të le me lujt më. Kjo është BE-ja. Dhe për këtë i duhet shqiptarëve që të mbyllet ky film, jo po kush e do drejtësinë, do ky e do ai, kush e kontrollon, kontrollojnë ta, kontrollojnë ata, jo po Rama po bën kështu, jo po ai tjetri po bën, këto mbarojnë. Ama sa pa u fut atje, ka shumë rëndësi se kush qeveris këtu.